Sot kemi përshëndosjen e parë, që janë 5 javë rresht për të rëshënjtën. Kjo është një nga shërbesat më të dashura e më të bukura të kishës. Gjithse kush që vjen e ndjen edhe në ajër gëzimin e madh që sjell pikërisht kjo shërbesë. Dhe atje ku është gëzimi, atje është Zoti, sepse atje ku është e keqja nuk ka gëzim. Ashtu siç ndodh në festën e ungjillizimit, e në përshëndosjet që bëjmë ne për të rëshënjtën, gjithmonë ndjehet në ajër një lloj gëzimi i madh. Dhe fjala që dëgohet më shumë në përshëndosjet janë pikërisht gëzou edhe gëzim. E kemi thënë disa herë që një jetë pa gëzim është një jetë e gjymtuar. Dhe gëzimi qëndron aty ku është i pranishëm Perëndia. Dhe kur themi i pranishëm Perëndia, do thot atje ku është një jetë që bëhet sipas mësimeve dhe vlerave që vijnë nga mësimi i Zotit. Ndonse ne sot përkujtojmë një ngjarje historike, kur qyteti Konstantinopojës me ndërhyrjen e të shenjtës u shpëtua nga pushtimi, siç kemi thënë shpeshherë që çdo gjë që prek Zoti kthehet në trans historike, është për gjithë kohrat. Etrit e kishës e kanë në mënyrë simbolike përshkruar shpirtin e njeriu si një qytet. Dhe gjithë pasionet e ndryshme nga jashtë dhe nga brenda janë pikërisht sulmet për ta pushtuar qytetin. E për ta mbrojtur qytetin, ne kemi nevojë pikërisht për praninë e Perëndisë dhe të rëshënjtës. Dhe çdo njeri ka nevojë për këtë gjë. Për të ruajtur shpirtin e tij ka nevojë që t'i drejtohet dhe të rëshënjtës që ndërmjetoj pranë Perëndisë. Kjo vjen nga eksperiencë e gjatë e kishës, e jetës shpirtërore në kishë, gjatë gjithë shekujve, duke vazhduar dhe sot, dhe në ditën e sotme, mira mrekulli janë bërë pikërisht sepse janë lutur të rëshënjtës. Dhe kisha na kujton vazhdimisht këtë gjë, sa jemi në vështirësi, sa herë shikojmë që shpirti jonë shtrëngohet nga pasionet dhe vështirësitë, le t'i lutemi të rëshënjtës, ajo do na ndihmojë e do na shpëtojë. Në troparet e kishës ne themi gjithmonë, mbrojtje e paturpëruar e të krishterëve. Gjë që do thotë çdo njeri që është lutur me gjithë shpirt të rëshënjtës, gjithmonë ka marrë një përgjigje. Prandaj dhe t'i lutemi të rëshënjtës, nënës së Zotit Jezu Krisht, për të mbrojtur kishën tonë, për të na mbrojtur ne e për të mbrojtur familjet tuaja. Lutja ka gjithmonë një fuqi. Nëse lutja e të drejtit është shpërblyer me fuqi, është për të gjithë njerëzit e drejtë. Sa më shumë që të pendohemi, e sa më shumë që të përkushtohemi Zotit, aq më tepër lutja jonë do dëgjohet. Ne kemi një thesar shumë të madh dhe një bekim shumë të madh me këtë lloj shërbese. Dhe historia tregon që gjatë këtyre shërbesave, e gjatë kësaj periudhe të kreshmës, lutja bëhet akoma më e fortë dhe të rëshënjta do i përgjigjet lutjeve tona. Ju uroj të gjithëve që e të rëshënjta qëndrojnë një mbrojtëse për ju, për familjet tuaja dhe për fëmijët tuaj. Amin.